Apostulli i ditës. Prandaj mos gjykoni asnjë përpara kohës, derisa të vijë Zoti, i cili edhe do të ndërçojë të fshetat e errësirës dhe do shfaq dëshirat e zemrave, dhe atëherë gjithë secilit lavdërimi do t'i bëhet nga Perëndia. Dhe këto vëllezër i thash si shembull për veten time dhe për Apolin për të mirën tuaj, që të mësohemi prej nesh, të mos mendoni më tepër nga ç'është shkruar, që mos fryhet ndonjë prej jush për njërin kundër tjetrit. Sepse cili të shquan ty nga tjetri, dhe gjë ke ti që nuk e more, edhe nëse ke marrë, pse mbure sikur nuk e ke marrë, tashmë jeni të ngopur, tashmë u pasuruat, pa ne mbretëruat, dhe makar të kishin mbretëruar që edhe ne të mbretëronim bashkë me ju. Sepse më duket se Perëndia ne apostujt na tregoi për më të fundit e njerëzve si dënuar me vdekje, sepse u bëm lojë në botë, në ëngjëjt e në njerëzit. Komenti i apostullit. Të nderuar dëgjues të Radios Ngjallë dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga letra e apostullit Pavlit drejtuar Korintasve, letra e parë, kapitulli 4, vargu 5 dhe në vargun 9. Në vargun 5 na thuhet: "Prandaj mos gjykoni asgjë përpara kohës, derisa të vijë Zoti, i cili edhe do ndërçojë të fshetat e errësirës, do të shfaqë dëshirat e zemrave, dhe atëherë gjithë secili lavdërimi do t'i bëhet nga Perëndia." Apostulli Pavli flet për ndarjen dhe përçarjen që kishte filluar në kishën e Korintit. Dhe ai këshillon ata që do të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm në vlerësimet e tyre në shërbesën e të dërguarve të Perëndisë për ata apostujve. Dhe si shikojmë më poshtë, ai po flet për veten e tij dhe për Apolin. Tendenca e Korintasve ishte që t'i ndanin këta shërbëtorë të Zotit dhe t'i mbanin si liderit e tyre dhe të krijonin grupe rivale. Dhe mund të themi se ajo është një sëmundje që vazhdon akoma sot e kësaj dite të infektoj të krishterët. Ka disa raste që të krishterët priren të lartësojnë gjërat thjesht njerëzore, ato që janë spektakolare, sensacionale, dhe të nëvlerësojnë ato që janë padukshme apo të zakonshme. Por apostulli thot: "Mos gjyko asgjë para kohe, por derisa të vijë dita e Zotit." Patjetër që gjykimin për çdo njeri, dhe aq më tepër për shërbëtorët e tij, do ta bëjë Zoti Isu Krisht, dhe ai do ta bëjë sepse është i drejtë në gjykimin e tij dhe i paanshëm. Por ai nuk do gjykojë vetëm veprat, por do gjykojë edhe mendimet. Pra, siç thot, do ndërçojë të fshetat e errësirës dhe do të shfaqë dëshirat e zemrave. Prandaj, në atë ditë, siç dëgjuam, Zoti Jezu Krisht do gjykojë veprën e secilit prej nesh, por edhe motivin për çfarë u bë kjo vepër. Sepse mund të jetë një vepër e mirë në dukje, por brenda mund të ketë brenda egoizëm, lavdidashje, ose mund të jetë ndoshta një veprim i gabuar, por motivi mund të jetë i mirë. Prandaj, ky është një gjyq që nuk mund ta bëjnë njerëzit, sepse njerëzit shikojnë vetëm fytyrën e njeriut, kurse Zoti shikon zemrat. Dhe vazhdon apostulli thot: "Dhe atëherë gjithë secili lavdërimin do t'i bëhet nga Perëndia." Pra, atë ditë Perëndia, Zoti Krisht, do gjykojë shërbëtorët e tij. Dhe secili do ta shpërblejë sipas punës. Kur thot secili do t'i bëhet lavdërimi, kjo nuk do thot se të gjithë shërbëtorët e tij do të lavdërohen, por do të thot ai që meriton lavdërimin do të lavdërohet. Dhe apostulli Pavli në kapitullin e 3 në vargun 13 na thot: "Puna e gjithë secilit do të shfaqet, sepse dita do ta tregojë, sepse me anë të zjarrit do zbulohet, dhe zjarri do të provojë punën e secilit çfarë punë është. Nëse mbetet puna e ndonjërit që ndërtoi, do të marr pagë. Nëse digjet puna e ndonjërit, do t'i bëhet dëm, por ai vetë do shpëtojë si prej zjarrit." Në vargun 6 na thuhet: "Dhe këto vëllezër i thash si shembull për veten time dhe për Apollin, për të mirën tuaj, që të mësoheni prej nesh, të mos mendoni më tepër nga ç'është shkruar, që të mos fryhet ndonjë prej jush për njërin kundër tjetrit." Apostulli Pavli tani zbulon se ndarja dhe përçarja nuk ishte për shkak të apostujve, nga rivaliteti që ata kishin me njëri tjetrin, as pak. Ndarja dhe përçarja vinte nga vetë egoizmi dhe krenaria i Korintasve. Pra, ata justifikonin egoizmin dhe krenarinë e tyre gjoja me një nderim të veçantë që u bënin apostujve. Dhe ndarja nuk ishte ndërmjet vetëm apostullit Pavlit
dhe Apolit, por ata kishin një ndarje tjetër, siç na përmendet edhe ndarje e grupit të Petros ose ndarje e grupit dhe të Krishtit. Apostulli Pavli thot, e thash si shembull për veten time dhe Apolin për të mirën tuaj. Pra, ai vendosi përpara Korintasve vetveten dhe Apolin që ne vet jemi shërbëtor të Krishtit dhe puna jon nuk do gjykohet thjesht nga njerëzit, po do gjykohet nga Zoti. Prandaj juve nuk mund na gjykoni neve, nuk mund na vini njëri mbi tjetrin, por këtë detyrë dhe këtë punë lejani Perëndis. Prandaj ishini dorë nga rivaliteti, që siç thash vjen për shkak të egoizmit dhe krenarisë. Vargu 7 thot, sepse cili të shjon ty nga tjetri, dhe gjë ke ti që nuk e more, dhe nëse ke marr, pse mbure sikur nuk e ke marr? Apostulli Pavli vazhdon të flasë për vetveten dhe për Apolin, por dhe për gjithë apostujt dhe mësuesit, që ata nuk mund të kenë rivalitet me njëri tjetrin, sepse nëse ata janë apostuj, këte e kanë marrë dhurat nga Krishti dhe nga hiri i Shpirtit të Shenjtë. Kështu që talentet dhe dhuntit tona, thot apostulli Pavli, nuk janë rezultati i zgjuarësisë sonë, po janë dhurat e Krishtit. Kështu që ne nuk mund të kemi rivalitet, aq më tepër ju nuk mund të krijoni grupe rivale duke u mbështetur tek neve. Vargu 8 thot, tashmë jeni të ngopur, tashmë u pasuruat, pa ne mbretëruat dhe makart kishit mbretëruar që dhe ne të mbretëronin bashkë me ju. Apostulli Pavli me një ironi do veprurse i thot Korintasve që ju tashmë jeni ngopur të pasuruar, që do me thënë juve e mburni veten se u përsosët dhe tek ju u dhan dhuntit shpirtërore me tepri dhe nuk keni më nevojë për neve. Ju jetoni në një luks dhe rati dhe lehtësim. Tek ata nuk ekzistonte më ndjenja e nevojës për apostujt. Prandaj kishte rënë në egoizëm dhe krenari dhe kjo i kishte sjellë në grupe rivale. Ata vepronin sikur ishin duke mbretëruar, por këtë po e bënin pa apostujt. Apostulli Pavli përsëri thot, makar të kishin mbretëruar që dhe të mbretëronin bashkë me ju. Pra, ata kishin dalë jashtë realitetit, sepse kisha e Krishtit ishte duke u persekutuar dhe vetë Zoti Krisht tha, kush do të vinë mbas meje, të moj veten marr kryqin e të më ndjek pas. Që do të thotë, jeta në këtë botë nuk është mbretëri, po jeta në këtë botë është stërvitje, është luftë për të përgatitur për të hyrë në mbretërinë e Perëndis. Dhe mbretëria e Perëndis do të vijë e dukshme me ardhin e dytë të Zotit Jezu Krisht. Prandaj, siç thash, Korintasit kishin dalë jashtë realitetit. Dhe vargu 9 thot, sepse më duket se Perëndia në apostujt na tregoi për më të fundit e njerëzve si dënuar me vdekje, sepse u bëm lojë në botë, në angjit e në njerëzit. Apostulli Pavli tashmë vë një kontrast me vetkënaqësinë e Korintasve, që kishte çuar ata në egoizëm dhe rivalitet, të gjithë veprimtarinë e apostujve në atë kohë. Apostujt ishin në dy luftime të keqen, si në një arenë me kafshë të egra, do me thënë me njerëzit e pabes, dhe ëngjit i vështronin. Prandaj, ajo çfarë po bënin Korintasit, pra ajo ide tyre me superlativa për veten, sikur kishin ardhur në mbretërinë e Perëndis, bien të ndesh në gjithë veprimtarinë apostolike. Nuk ishte koha që Korintasit të ishin të vetkënaqur dhe të mbureshin, sepse ishte një kohë për ndjekje ku kisha dhe apostujt ishin përballë shpatës. Prandaj të dashur me Krishtin duhet të bëjmë kujdes, sepse kjo sëmundje e rivalitetit që i kapi Korintasit infekton në disa raste edhe të krishterët, edhe në kohën e sotme, të cilët nga që nuk kanë një vetëdije për gjendjen ku ndodhen, atëherë fillojnë të mendojnë me egoizëm, me superlativa për veten e tyre dhe kjo i çon pastaj në rivalitet. Dhe djalli i cili është shumë finok dhe përdor edhe gjërat e mira midis të krishterëve, kërkon që edhe atë simpati që ne mund të kemi për një episkop, për një priv, për një hierond, kërkon ta përdori për keq. Pra, kërkon që të krijojë grupe rivale që këto në vend që të jenë në bashkëpunim me njëri tjetrin si organet e një trupi, fillojnë dhe përballen me njëri tjetrin. Prandaj, bëjmë kujdes sepse gjëra të tilla kanë ndodhur dhe tregohet në historinë e kishës një përballje midis këtyre grupeve rivale në Konstantinopol, ku grupe të ndryshme fillon të luftonin njëri tjetrin me mendimin se
Shën Vasili ishte më i madh se Shën Grigori, e Shën Grigori më i madh se Shën Joan Gojarti dhe e kundërta. Kaq shumë kjo krijoi problem në Kish sa gati filloi një përçarje edhe fizike midis krishterëve. Atëre patriarku i asaj kohe ju lut Perëndis dhe i tha: Zot, më jep një zgjidhje si mund ta shuajmë këtë përçarje dhe këtë ndarje midis të krishterëve. Dhe vetë hierarkut u shfaqën tek patriarku dhe i thanë të krishterët nuk duhen të zihen të kenë rivalitet me njëri tjetrin për shkakun ton, sepse ne kemi të njëjtën lavdi përpara Perëndis. Kjo është arsyeja që u vendos në kalendarin kishtar dhe dita e 3 hierarkëve për treguar se dëshira e Perëndis, dëshira e shenjtorëve, nuk është rivaliteti midis krishterëve, por ata do të jenë të bashkuar në një, pra në Krishtin dhe në shenjtorët, i cili është një trup. Dëgjuat komentin e letrës Apostullit Pavli drejtuar Korintasve.